nderuar nga kori i shkollës fillore Bashkimin e Drejtimin e Arsimtarit të Muzikës dhe Sirgashi, me lejonin të shpallë të hapur programin festiv për shënimin e ditës së shtirimit të Drenasit në Rrethim. Në nderim të të gjithë atyre që ranë në përpjekje për sqlirim dhe për të bashkuar tokat shqiptare, për të bërë Shqipërinë të të, ju theras për një minutë nderim. Lavi të gjithë dëshmorë, prezave, invalid e veteran të luftës së ushtrisë qeveritare të Kosovës, oficer, nënoficer e ushtarak të trupave mbrojtëse të Kosovës, shërbimit policor të Kosovës, deputet të Kuvendit të Republikës së Kosovës, të nderuar pjesëmarrës të kësaj akademie solene, kushtuar festën sonë të madhe ditës së shtirimit të komunës sonë në Rrethim. Mirë se erdhët në programin tonë festiv. Të nderuar pjesëmarrës, ndonse këtu liria u pagua më së shtrenjti, duke ia falur asaj 194 dëshmorë kombi dhe qindra të rënë të tjerë të zhdukur e të burgosur. Sërish në fytyrat e qytetarëve u rikthye hareja dhe lumturia me 14 qershor të vitit 1999, kur formacionet e ushtrisë qeveritare të Kosovës hynë në Drenas. Pas shpalljes së pavarësisë, në rrugtimin tonë drejt synimit final, simboleve të reja shtetërore, fillimit e njohjes së fuqishme të këtij shteti më të ri në botë, e që nesër do të hyjë në fuqi edhe Kushtetuta e Republikës së Kosovës. Hyrja triumfale e sqlirimtarëve në qendrën komunale erdhi në këtë ditë të qershorit të vitit 1999, pas 2 vjetësh luftë të pandërprerë të ushtrisë qeveritare të Kosovës. Në këtë anë erdhi pas 78 ditësh të bombardimesh të Aleancës së NATO-s. Është kjo ditë e fundit e të mirë. Ishte fundi i robërisë shekullore. Drenica dhe Kosova nisi të frymëlirshëm, se këtu liria u bë realitet. Në 14 qershor të vitit 1999, në Drenas nisi një epokë e re. Në vazhdim, ftoj para jush me një ekspoze kryetarin e Kuvendit të Komunës, Zotriun Nexhat Demak. Nderuara familjet e dëshmorëve, nderuar invalid, veteran, nderuar përfaqësues të trupave mbrojtëse të Kosovës, të dashur qytetarë të Drenasit, nderuar deputet Parlamentit të Republikës së Kosovës, nderuar zoti Bedri Krishtina, nderuar pranishëm. Nderin dhe privilegjin që në emër të Kuvendit Komunal do përcjell urimin me rastin në 9 vjetorit të sqlirimit të qytetit tonë në Rrethim. Të gjithë ne jemi dëshmitarë të një ngjarje të madhe kur pikërisht para 9 vjetësh me 14 qershor, forcat e ushtrisë qeveritare të Kosovës, ndihmuar edhe nga trupat e NATO-s, triumfalisht hyn në Drenas dhe definitivisht përzuan forcat okupatore nga treva jonë. Ishte kjo një fitore e madhe jona, e cila po hapte një etapë të re për një jetë të qetë, të lumtur dhe të dinjiteshme pas një sundimi të gjatë. Si vjet, kemi shumë arsye që ditën e sqlirimit ta festojmë në mënyrë sa më madhështore. Në 17 shkurt, Kuvendi i Kosovës shpalli Kosovën shtet, të pavarur dhe sovran. Kosova u bë flamur, stemë të hymnin e vet. Kurse vetëm një ditë na ndal edhe nga hyrja në fuqi e aktit më të lartë të shtetit tonë, Kushtetutës së Republikës së Kosovës. Drenasi ka resurset mjaftueshme, natyrore dhe njerëzore, që garanton një zhvillim të hapshëm ekonomik, që të ndryshojë tërësisht pamjen e qytetit dhe jetën e qytetarit tonë. Për këtë, padyshim se merite veçantë kanë dëshmorë të lirisë, të cilët sakrifikuan me të shtrenjtë që ne sot jemi të lirë, gjithashtu invalid dhe veteran të luftës, së dhe i tërë populli i cili ishte në shërbim të luftës për sqlirim. Qytetarët e Drenasit, sikurse edhe tërë Kosova, u janë mirënjohës forcat të NATO-s dhe të Korit, të cilët dikur në luftë e tanin e paqe, po mbështesin qytetarët tonë për sigurinë dhe krijimin e një ambienti të qetë. Kuvendi Komunal i Drenasit vlerëson edhe punën e shërbimit policor të Kosovës dhe mburret me faktin se është komuna më e qetë në Kosovë me shkallën më të ulët të kriminalitetit në vend. Me shpresë që ky vit të jetë vit i suksesshëm në të gjitha elementet e jetës, edhe një herë ju përshëndes dhe ju uroj gjithë të mirat.
suksese në shkollë, punë, studime dhe një jetë, gëzuar një dashërimit. Trenica për herë përkundej në gjepin e ëndrave liridashëse. Thellë në amelet e historisë, në kronikat e ngjarjeve dhe këngët e trimërisë bashkë me Drenicën janë ndëshkëtuar edhe sinonimet e saj. Trupat mbrojtëse të Kosovës, Brigada Muj Krasniqi urën ditën e sjellimit të gjithë qytetarëve të komunës së Drenës. Tërë simbolika e sakrificës, heroizmit dhe trimërisë në këto trevat e paepura ku për herë i gjallë shpërthente amaneti Ahmet Delis, Shote Azem Galicës, Shaban Palluzhës, Mehmet Gradisës e Tahir Mejës u shkri në forcën politike ushtarake që riktheu krenarin dhe dignitetin në përkambur kombëtar të quajtur me emrin Ushtria Shkrimtare e Kosovës. Dhe në legjendën e legjendave e pagzuar Adem Jafshari. Andaj, në emër të 3 shoqatave të dalura nga lufta e lavdishme e Ushtrisë Shkrimtare të Kosovës, fjalën e ka Salih Xhemali, kryetari i familjeve të dëshmorëve. Të nderuara familje të dëshmorëve, të nderuar invalid dhe veteranë të UÇK-s, pjesëtarët e MK-s, përfaqësues të institucioneve, pjesëmarrës të nderuara. Në rastin e 9 dhjetorit të zgjerimit të komunës sonë dhe gjatë vendit nga pushtuesi serb, unë si përfaqësues i shoqatave të dalura nga lufta e UÇK-s në Drenas ju shpreh përshëndetje dhe emocionet e mia për këtë ditë të rëndësishme që po festojmë sot. Ky përvjetor i zgjerimit të komunës tonë është më i veçantë me kuptim plot sepse bëhet në Kosovën e pavarur një sukses i madh në rrugtimin tonë të pandashëm në realizimin e aspiratave tona kombëtare. Ne u lidhëm dhe u rritëm në një rajon ku frimonte atë dashëria dhe kjo u përcëll edhe deri te gjenerata jonë për të kurorzuar me një sakrificë të madhe në luftën e UÇK-s. Secili nga ne jemi krenar për kaluarën tonë të lavdishme që ishte në plot lindje dhe sakrifica të mëdha, por Ushtria Shkrimtare e Kosovës ishte domosdoshmëri dhe dëshmorët e në luftën krijuan themelet në ndërtimin e shtetit tonë të ri. Ata gjithmonë do të jenë rezatimi dhe garantuesi i lirisë dhe ne gjithmonë do jemi të vendosur në rrugën tonë të drejtë dhe të kontribuojmë në ndërtimin e shtetit tonë të ri. Tani ka ardhur koha në përshtatshme nga tishmëria dhe vullneti i institucioneve tona, po duket që vlerat e UÇK-s të marrin dimensione të reja, të krijohet perspektive e miratuar brenda shoqërisë sonë, që kategoritë e dalura nga lufta të bëjnë një jetë të dinjitetshme, të jenë të respektuara dhe në shajin e ljoje nga kuvendi komunal i Drenasit sot të ndahen trojit të gjitha familjeve të dëshmorëve dhe invalidëve të luftës të UÇK-s të komunës sonë. Lavdit dëshmorëve të kombit dhe gjithë të rëndëve për lirinë e Kosovës. Për kontributet e veçanta dhe në territorin e kuvendit të komunës së Drenasit, kryetari i komunës për individ dhe ndërmarrje që ndihmuan të trevë ndalë një njërë. Mirënjohja ndahet për shoqatat e dalura nga lufta e Ushtrisë Shkrimtare të Kosovës. Fori Brigada Shumë Komshe Qenë. Fori Brigada Shumë Komshe Qenë. Trupave mbrojtëse të Kosovës, Brigada 313 që në kryetor e koloninë të madhe në Kosovës. Investitorit, Tregtia Bedri Prishtina.
ndërmarrje sot ka përfunduar shtëpinë e dëshmorit Islam Plasrat. Kafe Bambi Merita Mushica. Dhe iniciativa qytetare të mos i harrojmë Prishtinë. Iniciativa qytetare të mos i harrojmë. Faleminderit zotë Komandë Artistik. Paraqiten fëmijët dhe si nxënësit e shkollës së fillore Jeta e Re në Bushak, me një vale. Më pas nxënësit e shkollës së fillore Bashkimi do të paraqiten në këngën Gjeli që këndon Fatjon Gashi dhe këngën do të bëhen këngëtar që këndon Erona Leku. Në vazhdim të programit do të ndiqni edhe një valle nga grupi valltarëve të shoqërisë kulturartistike Shote Galica të Brenasit. Për Kosovën digjen flak, këndon Merita Gashi, Kosovë e Qameri, këndon Trandafile Rama, Berat e Resmije Krasniqi dhe vallja festive luar nga grupi i përziri valltarëve të shoqërisë kulturartistike Shote.
Nderuara dhe shumë të respektuara familjet e dëshmorëve, ju ftoj nga një përfaqësues që të vinë në restoran Tera për të marrë vendimin për trofej. Gëzuar Adonai Qashovin,